Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Denoncohet dhe arrestohet për blerje votash kundrejt 5.000 lekësh 38 vjeçari në Lushnjë. Reagon Partia Demokratike e Qarkut Fier, duke i quajtur sajesa të turpshme dhe manipulimi opinionit publik nga policia e shtetit. Ndodh arrestimi i parë për korrupsion aktiv në zgjedhje në Lushnjë. 38 vjeçari premtoi një shtetasi dhënien e një shumë parash. Dyshohet për t'i bler votën në interes të një subjekti politik. Sekuestrohet karta e identitetit e shtetasit që i ishin premtuar parat. Sipas policisë së Lushnjës, u arrestua në flagrancë shtetasi ML 38 vjeç, banues në Lushnjë për veprat penale, korrupsioni aktiv në zgjedhje dhe marrja dhe përdorimi i paligjshëm i dokumentit të identifikimit. Nga hetimet e kryera në bashkëpunim me prokurorinë e Fierit, dyshohet se shtetasi ML i ka marrë shtetasit MT kartën e identitetit, si dhe i ka premtuar dhënien e një shumë parash, dyshohet me qëllim blerjen e votës në favor të një subjekti politik, pjesëmarrës në zgjedhjet parlamentare të datës 11/5/2025. MT e ka denoncuar në polici ML vetëm disa orë pasi kishte rënë dakord me të se do t'i jepte votat në këmbim të parave. Ndërkohë, ka qenë menjëhershëm reagimi i shtabit të Partisë Demokratike në Qarkun Fier, duke i quajtur sajesa të turpshme dhe manipulimi opinionit publik nga policia e shtetit, kur kërkon edhe hetim nga prokuroria e posaçme antikorrupsion. Sajesat e turpshme si të sigurimit të shtetit as na ndikojnë, as na shfokusojnë nga misioni ynë për të bërë më të mirën për Shqipërinë. Ne distancohemi nga çdo krim elektoral dhe jemi në krye të betejës kundër shkeljeve të ligjit në zgjedhje. Manipulimet e opinionit publik të kryer nga policia e shtetit, një band në shërbim të Belinda Ballukut, duhet të marrin përgjigje nga prokuroria e posaçme. SPAK duhet të hetojë menjëherë rastin dhe të vendosë para përgjegjësisë cilin do që ka shkelur ligjin. Ne kemi besim të plot tek SPAK për zbardhjen e këtij rasti, ku po keq përdoret policia e shtetit për propagandë bajate kundër Partisë Demokratike. Sajesa e trash qesharake dhe turpshme e policisë së shtetit është bërë për llogari të Partisë Socialiste dhe Belinda Ballukut për të zhurmuar krimin elektoral të detyrimit të administratës për të marrë pjesë në mitingjet e Partisë Socialiste. 35 fletëthirrje janë dërguar tek strukturat e Partisë Socialiste për krime zgjedhore vetëm ditën e djeshme për këtë krim elektoral. Ne inkurajojmë prokurorinë e posaçme që të vijojë punën për goditjen e çdo krimi zgjedhor në Qarkun Fier, thuhet në reagimin e Partisë Demokratike të Qarkut Fier. Fermerët në rrethin e Lushnjës kanë nisur sot të aplikojnë për të përfituar nga mbështetja buxhetore pjesë e skemës kombëtare në bujqësi, e cila vë në dispozicion të tyre një fond prej 4.4 miliard lekësh. Sot kanë nisur aplikimet për skemat mbështetëse në bujqësi. Ministria e Bujqësisë në të gjitha zyrat e drejtorive bujqësore në të gjithë vendin ka nisur udhëzimet dhe nga sot deri në fund të majit skema do të jenë të hapura për aplikim. Në ndryshim nga viti i kaluar, nisja e aplikimit për skemat mbështetëse në bujqësi nuk ka patur fluks fermerësh. Kërkesat shtesë në skem kanë bërë që fermerët të sorollaten zyrave të drejtorive të bujqësisë dhe zyrave të pushtetit vendor. Erdhëm tani këtu, interes shumë pyetëm dhe marrim dokumentat. Do të një vërtetim për plehun për farat. Do shkoj dhe atje të i marë, e të vi këtu prapë. Si çdo vit dhe këtë vit, po vetëm kishte një ndryshim, duhesh një faturë tatimore nga marrja e farave ose të plehut dhe vetëm kaq. Pak vonesa nga sistemi, sepse dihet si ditë e parë sot aplikimi kishte ngarkesë të na shtuar që duhet faturat e plehut, këto pesticidet e tjera, këto gjërat kështu. Disa shtesa kot. Po, e gjithë i mbaruam. Aplikimet janë hapur dhe në ndryshim nga viti i kaluar kërkohen dokumente shtesë për të vërtetuar se vërtet punohet toka për të cilën aplikohet apo dhe për skema të tjera. Ndërkohë Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Lushnjë ka hapur pika aplikimi jo vetëm në Lushnjë, por edhe në Divjak, Tërbuf, Kolonjë, Krutja, Allkaj, Fjershegan e Dushk për t'i shërbyer fermerëve në këto njësi administrative. Sot mbahet konferenca e 4 ndërqeveritare për Shqipërinë. Kryeministri Rama nga Brukseli tha se jemi të përkushtuar të përmbushim detyrat. Sot po mbahet konferenca e 4 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian. Kryeministri Edi Rama me delegacionin shqiptar do të drejtojë bisedimet për Shqipërinë, që do të çelë grup kapitullin e 2 të negociatave me Bashkimin Evropian, tregu i brendshëm. Kryeministri Edi Rama u prit nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa në Bruksel para se të udhëtojë në Luksemburg për konferencën. Rama i shoqëruar nga Costa dha një prononcim të shkurtër për mediat. Në konferencën e 4 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian do të jetë e pranishme edhe komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos.
Kryeministri tha se jemi të përkushtuar për të përmbushur të gjitha detyrat për të përmbyllur negociatat brenda 2027-s. Jam shumë mirënjohës për kohën që më ka kushtuar për zhvilluar një bisedë rreth përparimit që ne po bëjmë në këtë proces e pastaj edhe për samitin e ardhshëm të Komunitetit Politik Evropian, i cili është një aktivitet, një eveniment shumë i rëndësishëm përgjithësi, por ka një rëndësi të posaçme në këtë moment, në kohë dhe sigurisht edhe do të flasim për rajonin ndaj të cilit presidenti është veçanërisht i përkushtuar. Kështu që ka shumë për të diskutuar, por në përgjithësi jam shumë i inkurajuar nga këto zhvillime dhe jemi tej mase të përkushtuar për të përmbushur të gjitha detyrat e kalendarit që është shumë ambicioz për të mbyllur të gjitha negociatat brenda 2027-s. Kryeministri Rama do të mbajë fjalën hapëse në konferencë në emër të Shqipërisë, ndërsa në emër të Bashkimit Evropian deklarata do të mbahet nga Radoslav Sikorski, ministri i punëve të jashtme të Polonisë, e cila mban presidencën e Këshillit të BE-s. Në përfundim të punimeve të konferencës, kryeministri Edi Rama, ministri i punëve të jashtme të Polonisë, Sikorski dhe komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin KOS do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp. Kryetari SPAK Altin Dumani raportoi në KLP në lidhje me punën e prokurorisë së posaçme për vitin 2024. 33 zyrtarë të lartë janë nën hetim, 19 prej tyre janë dërguar në gjykatë, tha ai. Kryetari SPAK Altin Dumani raportoi në KLP në lidhje me punën e prokurorisë së posaçme për vitin 2024. Të pranishëm gjatë raportimit ishin përfaqësues të OPDAT dhe përfaqësues nga Ambasada Amerikane në Tiranë. Dumani foli në lidhje me luftën ndaj korrupsionit, ku nënvizoi se 33 zyrtarë të lartë janë nën hetim, 19 prej tyre janë dërguar në gjykatë. Gjithashtu ai renditi problematikat me të cilat përballet SPAK, mes të cilave ka përmendur edhe presionin ndaj prokurorëve dhe mos ekstradimin e shqiptarëve nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Dumani u shpreh se ka patur një ulje të referimeve nga ana e institucioneve, ndërsa problematike shihet dhe mungesa e një statusi të qartë ligjor të prokurorëve të SPAK pas mbarimit të mandatit. Publikisht e kam deklaruar dhe më parë që ka nevojë të ndryshohet kufiri monetar dhe duhet të ndryshohet, të rritet ky kufi monetar. 500 euro është një vlerë simbolike dhe jam plotësisht dakord me ju që nuk kishte qëllimi i krijimit të prokurorisë së posaçme e hetimin e vepra penale me natyrë korruptive në këtë nivel, në këtë kufi monetar prej 500 eurosh apo 50.000 lekësh. Patjetër, SPAK është krijuar për të ndjekur rastet e korrupsionit të madh dhe subjekte të profilit të lartë. Ekzekutimin e masave të sigurimit përgjithsisht bëhet nga policia e shtetit. Ne me policinë e shtetit bashkëpunojmë dhe ata janë pjesë e pandashme edhe e timeve, por sidomos e fazës së ekzekutimit të masave të sigurimit. Tani mund të ketë ndodhur që bashkë me policinë e shtetit janë angazhuar në raste shumë të rralla edhe hetues të byros kombëtare të hetimit në ekzekutimin e masave të sigurimit. Por përgjithsisht ata që ekzekutojnë masat e sigurimit janë oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë policisë shtetit apo të drejtorive rajonale. Gjithashtu po ata janë që bëjnë edhe arrestimet në flagrancë, kur ka raste arrestime në flagrancë. Se takon llojit të masave të sigurimit, ju thatë që aty ne jemi treguar të qartë, kemi bërë një panoramë të plotë të llojit të masave të sigurimit të aplikuara, por edhe pezullimi i ushtrimit një detyrë apo një funksioni publik është një ndër llojet e masave të aplikuara prej në 4 raste. Duhet kuptojmë një specifik, sepse kjo kategori, kjo lloj mase sigurimi ka disa rrethana të veçanta, komplet të ndryshme nga llojet e tjera të masave të sigurimit për t'u aplikuar. Por nga ana tjetër, ne nuk është mëshuar fatikisht edhe shumë edhe në fjalën time, por numri i personave që janë hetuar pa mas sigurimi në gjendje të tillë nga ana e prokurorisë së posaçme, që shkon mbi 40%.
246 persona gjatë vitit 2024 janë hetuar pa mas sigurimi. Ka filluar sot shpërndarja e materialeve të votimit, zarfave dhe fletëve të votimit për diasporën, me qarqet Dibër dhe Berat. Sot ka nisur shpërndarja e materialeve të votimit, zarfave dhe fletëve të votimit për diasporën, duke filluar me qarqet Dibër dhe Berat. Fletët e votimit për këto dy qarqe janë nisur në 85 vende të botës, por mbërritja e tyre nuk është e njëjtë për të gjitha shtetet. Në Evropë, mbërritja e fletëve të votimit do të jetë maksimalisht në datën 22 prill, ndërsa në kontinentet e tjera të paktën deri në 25 prill. Emigrantët duhet që brenda 3-4 ditëve nga mbërritja e fletës së votimit ta plotësojnë atë dhe ta ridërgojnë me postë, duke u lidhur me korrierin e tyre, i cili do të paraqitet për ta marrë atë sërish në adresën e tyre, ose do të mund ta dërgojnë personalisht në postën më të afërt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve prej disa ditësh po përgatit materialet zgjedhore për votuesit në diasporë, të cilët do të votojnë për herë të parë për përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Sipas Celibashit, brenda datës 17-18 prill pritet që të ketë përfunduar dërgimi i fletëve të votimit për emigrantët, të cilët më pas do të duhet brenda 3-4 ditësh t'i plotësojnë dhe ridërgojnë në Shqipëri. KQZ do t'i konsiderojë të gjithë zarfat që do të hyjnë në Shqipëri deri në orën 19-11 majit, sinkron Celibashi. 120 persona do të punojnë me 3 turne me ambicien që paketimi i seteve zgjedhore të përfundojë për një javë. Nuk do të presim që ta bëjmë gati komplet sasin e dokumentacionit zgjedhor dhe materialeve zgjedhore, por pjesë sipas destinacionit, Itali, Greqi, Gjermani, Shtetet Bashkuara të Amerikës e tjera. Nëse ne fillojmë shpërndarjen, të themi të hënën që vjen, do shkoj herën e parë dhe nëse nuk e gjen në banesë, do t'i lër një shënim që erdha, nuk ju gjeta dhe do t'i lër orarin kur postieri mendon që do t'i shkoj herën e dytë. Nëse edhe herën e dytë nuk arrin ta kontaktoj, do t'i lër një shënim për herën e tretë dhe nëse edhe në herën e tretë nuk ka mundësi që të puqen orari i postierit me orarin kur votuesi është në shtëpi, do t'i lihet një shënim votuesit duke i thënë që dokumentacioni zgjedhor i dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri gjendet në zyrën postare numër kaq, kështu që mund të vini ta tërhiqni në këtë zyrë postare, data 3 ose 4, po jo për te një date të tillë, pasi do duhet të llogarismë edhe kohën që duhet për të kthyer mbrapsht. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë, mirupafshim.